Ajo që po ndodh miqtë e mi është Europa e ka të qartë që është duke u bërë gati për një përballje masive me Rusinë. Kjo është e pa diskutueshme. A do të bëhet nesër? A do të bëhet pas një javë, pas 6 muajsh, pas 2 vitesh? Unë këtë nuk e di. Por përplasja me Rusinë dhe lufta me Rusinë është rrugë pa kthim. Pse? Sepse Rusia e di që ka plane shumë të mëdha, por nga ana tjetër Europa nuk është gati që të shkojë në një përballje me Rusinë në këtë moment. Nuk ka as fuqi ushtarake, nuk ka as armatime, nuk ka as ushtar për t'i çuar në front. Edhe pse gjeografikisht dhe demografikisht Europa është shumë është e madhe, është e pasur, është armatime dhe ushtri për të përballë me Putinin deri në këtë moment nuk ka. Çfarë po bën Donald Trump? Donald Trump në këtë moment nuk është duke goditur apo duke përgatitur kapitullimin e Ukrainës. Ai po synon që të ulë në këtë moment, të shtensionoj apo të qetësoj për një moment, pra të qetësoj përkohësisht frontin e Ukrainës, që do të thotë, edhe pse kemi një plan i cili në termat e dukshëm duket një shpallje e falimentimit, plani që fshihet prapa dhe që është koordinuar në mënyrë sekrete nga ambasadori rus në Washington, i cili i bëri bisedimet sekrete me Steve Witkoff në Florida për të ardhmen e Ukrainës, është një plan amerikan për të qetësuar frontin e Ukrainës. Pse? Që i gjithë fokusi i amerikanëve të shkoj ku? Në lindjen e mesme. Çfarë do të bëjnë lindjen e mesme? Do të siguroj Izraelin dhe të çojë përpara planin e Izraelit për çarmatosjen e Hezbollahve, për konsolidimin e influencës së Izraelit në Sirinë e Jugut dhe çarmatosjen e Hamasit, dhe më pas të merret me Iranin dhe me Huthët dhe me pjesën tjetër të ndikimit iranian në lindjen e mesme. Ky plan, pas takimit të presidentit Trump me princin e kurorës Mohammed bin Salman, i cili ishte në Washington, kush do t'i kthehet videos time për para 2-3 ditësh që e kam bërë për vizitën e princit kurorës Arabisë Saudite dhe si ndikon ajo në ekuilibrat gjeopolitik të lindjes së mesme, vizita shumë e rëndësishme në Washington, dhe princi i kurorës i premtoi Donald Trumpit $1 trilion, janë 1.000 miliard dollar investime. Ndërkohë Donald Trump u shfaq shumë i egzaltuar dhe shumë i lumtur me këtë, dhe çfarë bëri? I dha princit bin Salman, i dha një pritje jashtëzakonisht të madhe, edhe pse u sulmua shumë nga opozita, duke konsideruar Arabinë Saudite si një shtet që shkel të drejtat e njerëzit e kështu me radhë. Kthehet nga vizita, princi i kurorës i tha Donald Trumpit, unë do t'jap 1 trilion investime, 1.000 miliard dollar investime, do të forcojmë marrëdhënien tona me disë njëri tjetrit, nuk do ta lejojmë Al-Qaedën që të na prish marrëdhëniet mes Amerikës edhe Arabisë Saudite, këtë marrëdhënie kaq të fortë, kaq solide, dhe në të njëjtën kohë ja dha një mesazh me nën tekst që shikoni, nëse nuk na jepni F-35-ën, inteligjencën artificiale dhe program bërthamor paqësor, unë do të shkoj të marr avionët e Kinës. Nëse nuk jeni dakord, do të shkojmë në Kinë. Tashmë, Rusia është duke u përballur me Europën. Europa është shumë e fortë, është ekonomikisht e fortë, demografikisht është e madhe, njerëz ka shumë, por çfarë nuk ka Europa? Nuk ka njerëz për në front, nuk ka njerëz gati me i çuar në front me vdek, dhe nuk ka njerëz, i ka depot bosh, nuk ka armatime. Nuk ka armatime për shku në përballje se i ka depot bosh. Amerikanët edhe ato armatime që kanë çu, i kanë çu duke i blenë Amerikë, pra Europa ka blenë Amerikë dhe ka çu në Ukrainë. Dhe çdo shtet tjetër i Europës në këtë moment, që është frika e gogolit rus, të gjithë po i ruajnë armatimet për vetë në vetë, sepse askush nuk e di se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë, Polonia është duke ngritur alarmin sot. Çfarë ka thënë Polonia sot?
Polonia ka thënë që para Krishtlindjeve ose gjatë Krishtlindjeve Rusia do sulmoj Poloninë. Pra jemi duke u bërë gati me një transferim, mbyllje të frontit të Ukrainës dhe më pas mund të hapet një front i mundshëm ku në Poloni. Polonia është ndër fuqitë që ka këmbësorinë, ushtrinë këmbësorisë më të fortën e Europës dhe është një shtet që po rritet fuqimisht dhe quhet konsiderohet ka skifterët apo nga shtetet avangard të luftës kundër Rusisë. Ndërkohë që Polonia e ka bërë këtë njoftim në këtë moment, ka dalë edhe Hollanda, e cila e ka miratuar këtë alarm të Polonisë dhe ka bërë gati, ka nisë mobilizimin në Hollanda për të bërë edhe ajo gati për gjithë skenarët e mundshëm. Ndërkohë, Norvegjia ka ndaluar flotat e peshkimit rus në detin e saj, pra në oqeanin e ngrirë të veriut, dhe kjo ka shkaktuar një nxehje të ujrave sepse i kanë përzën anijet dhe peshkatorët ruse nga ujrat e Norvegjisë. Norvegjia është mobilizuar. Gjithashtu dhe nga ana tjetër kemi një super mobilizim të Londrës dhe të Britanisë së Madhe, e cila ka dalë dhe ka deklaruar qartësisht sot. Ka thënë, në qoftë se edhe një herë luftanijet ruse, apo nëndecet ruse, apo anijet luftarake ruse, do të afrohen tek ujrat e Britanisë Madhe, tek territoret tona ujrore, do të godasim me një goditje të cilën nuk e keni çuar në përmend. Mos harroni, në Europë, përveç Rusisë, ka edhe dy fuqi të tjera bërthamore. Është Franca, është Anglia, por ta heqin bërthamoren veç, sepse nuk përdor njëri bërthamore, është vetëm për deterencë. Në qoftë se përdoret bërthamorja, ikën për, e dini ju se si thot populli, ikën për lezhë. Ikën gjithë, nuk shpëtoj njëri me bërthamore. Qoftë se ka bërthamore taktike, është histori tjetër, por duket qartë që plani në Europë, plani i Donald Trumpit në Europë është pritur me skepticizëm të madh. Pse? Sepse kjo luftë është e tmerrshme nëse ndodh dhe është e pashmangshme që do të ndodh. Pse është e pashmangshme? Është e pashmangshme sepse kemi hyrë në luftën e tretë botërore. Kam 4 vjet që e them. 3 vjet e gjysmë që e them prej 2022-shit, 24 shkurtin 2022-shit. Kemi hyrë në luftën e tretë botërore. Dhe lufta e tretë botërore po mbahet në menaxhim nga gjithë fuqitë e mëdha. Një, sepse po hapin tregje të reja, po kontrollojnë, lufta është duke u bërë me kontroll nga kush. Nuk është vetëm politika, miqtë e mi, që ta keni të qartë këtë mesazh. Pas luftës së tretë botërore janë kompanitë e mëdha, është ndarje e roleve. Kompanitë e mëdha botërore me BlackRock, me gjigantët më të mëdhej të naftës, të industrisë, të ushtrisë, të armatimeve dhe të gjitha industritë e mëdha. Këta janë ata që merren me vendimet e mëdha të luftës, është industria ushtarake, industria e luftës, industria e armatimeve. Në të njëjtën kohë, kur është lënë jashtë loje komplet Europa dhe është lënë komplet jashtë loje, i është dhënë në këtë moment për luftën në Ukrainë dhe për lindjen e mesme një rol shumë i rëndësishëm kujt? Turqisë dhe Katarit. Amerika ka hedhë Katarin prapë në lojë. Katarin dhe Turqin dhe u thot, ju lutem, merrni përgjegjësitë tuaja për të ndërmjetësuar në këtë moment. Europa është duke shkul flokët, thot shne tani, po hyn lojë Katari me Turqin dhe ne po dalim nga loja. Çfarë po ndodh këtu? Çfarë po bën Washingtoni? Si po na hedh ne jashtë lojë aleatët? Ndërkohë, Volodymyr Zelensky është edhe ai duke shkulur flokët dhe duke u bërë gati për qametin e madh. Ka kohë, miqtë e mi, deri të njëjtën i ka dhënë ultimatum Donald Trump. Ky dimër do të jetë i fortë për Ukrainën, për Amerikën, për Palestinën, për Izraelin, për lindjen e mesme, për detin e Kinës Jugut, për Europën dhe për Ballkanin dhe për klasën tonë politike në Shqipëri. Por asaj do të vim pak më vonë se si lidhen të gjitha këto ngjarje. Ne e bëjmë mbledhjen e informacioneve Ballkani, Kosova, Shqipëria, herë e nisim me botën dhe kthehemi në Shqipëri dhe në rajon, herë fillojmë me rajonin me Shqipërinë dhe me Kosovën dhe me vendet tona rreth e përqark dhe pastaj shkojmë tek bota. Sot e nisëm me botën që të kthehemi tek Shqipëria. Pse?
sepse loja e madhe ndërkombëtare, kur ta kuptojmë të gjithë bashkë, do të bëhet shumë më e thjeshtë për ne që të kuptojmë atë që po ndodh këtu brenda Shqipërisë. Atëherë, Europa është e shqetësuar sepse po hyn Turku dhe Katari në mes në ndërmjetësimin e luftës Rusi-Ukrainë, ndërkohë që plani 28 pikësh i Trumpit, të cilin unë nuk kam kohë t'ju a lexoj të gjithin, pikat kryesore kush janë? Kapitullim. Kapitullim. Çfarë do të thotë kapitullim? Do të thotë dorëzoni çdo territor të Donbasit. Kjo është kryesorja që ka shkatëruar Ukrainën dhe Europën, që i ka përvëlu komplet. Edhe ato qytete të cilat i keni trupat e Ukrainës të pranishme aty, që do të thotë Lugansku dhe Donjecku, pjesë e Donbasit, tashmë të kontrolluara jo nga trupat ruse, por nga trupat e Ukrainës, do t'i merrni thotë dhe do t'i largoni, nuk do t'i lini aty. Kjo i ka shoku komplet Ukrainën. Që do të thotë, 20% e Ukrainës iku. E dyta, nuk ka antarësim në NATO. Ngrirje antarësimit në NATO, ajo që kërkonte Putini. Doktrina ruse e Monroe, e James Monroe, pra James Monroe është doktrina amerikane. Kujdes, ruani Baçën nga rreziqet e sigurisë kombëtare. Po nuk ruajt Baçja, cënohet shtëpia. Këtë po bën edhe Putini. Por Putini, Europa thot, nuk i ka syt vetëm në Ukrainë. Putini do të marshojë në drejtim të Europës, sepse ka një plan të madh. Ndërkohë Aleksandr Dugin, ideologu i Vladimir Putinit dhe i Kremlinit nga ana tjetër, vetëm përpara 2 ditësh deklaroi dhe tha, në qoftë se Ukraina nuk bie dakord me planin e Putinit dhe të Amerikës, Ukraina do zhduket nga faqja e dheut. Pra është diçka shumë e rëndësishme që të kuptohet ky moment. Çfarë i thon, do të ikni, do të dorëzoni këtë pjesë të Ukrainës, Donbasin komplet, edhe nëse keni, nuk do të shkojë Rusia të marrë territore të reja, do të largohet Zelenski bëhet kurban, filluan dhe akuzat për korrupsion tani edhe për të gjitha, do dalin dosjet se ku i kam qef paret 100 miliona euro dhe miliarda që janë abuzuar me fondet e luftës dhe taksa paguesve europian dhe amerikan. Çdo të thotë zgjedhje të reja në Ukrainë. Zgjedhje të reja në Ukrainë do të thotë do ikë Zelenski. Pra Zelenski është kurban. Ikja e Zelenskit, dorëzimi i lindjes Ukrainës, tërheqja nga fronti dhe reduktimi i ushtrisë Ukrainës në 400.000 apo 200.000 ushtar është për Europën dhe për Zelenskin është një plan katastrofik. Pse? Sepse jemi në kushtet e një kapitullimi total. Kjo nuk është negociat, thot. Kjo është kapitullim, kjo është ulësh të mbathurat para Rusisë. Rusia thot, keni deri të njëjtën, thot Amerika, deri të njëjtën keni. Pra, ndërkohë që Europa po ngre alarmin dhe po i thot popullit të tyre, ne kemi një luftë me Rusinë për ta bërë, do të bëni gati të dorëzoni fëmijët tuaj, dhe deklarata tjetër është ndahuni me të dashurit tuaj. Pse i bëjnë ata këtë? Që janë këto deklarata? 1. Po përgatisin 1. Opinionin publik që jeni gati për luftë. 2. Po përgatisin subkonsciencën e popujve të Europës, përgatituni për sakrifica të mëdha. Pra do keni edhe humbje në jetë. 3. Tentativë e generalit francez, komandantit të forcave të armatosura, për të marrë një buxhet shtesë për ushtrinë e Francës. Pse? Sepse duke ngritur alarmin e luftës, do të thotë duhet bëhemi gati, por duhet kemi më shumë fonde, duhet kemi më shumë para. Takimi apo njoftimi i këtyre deklaratave në një takim me krerët e bashkive të gjithë Francës është tentativë për të shkuar në çdo qelizë të popullit francez, pasi politikat komunale apo të bashkive janë të tilla që janë në kontakt me të gjithë qytetarët, me të gjithë fshatrat, me të gjitha qytetat dhe me çdo grimcë të qytetarëve të francez. Prandaj, duke patur parasysh këtë, ne bëjmë një pyetje të madhe. Po ç'është duke bërë Amerika? Kush është plani amerikanëve? Ashtu siç unë e lexoj dhe ashtu siç unë e shikoj dhe ashtu siç po thon
një pjesë e madhe e burimeve tona në të gjitha anët e botës. Çfarë po thuhet? Amerika është duke tentuar ju t'i fal Vladimir Putinit sepse kjo nuk ka për të ndodhur kurrë. Amerikanët kur nuk do të dorëzohen para Rusisë dhe nuk ka shans të ndodhë kjo. Por çfarë duan me bë? Duan të qetësojnë frontin e Ukrainës sepse Trump ka një prioritet tjetër. Kush është prioriteti tjetër? Është lindja e mesme. Zbatimi i planit të Trump për lindjen e mesme 1, duke armatos Hezbollah. Nisi sot bombardimin ndaj Hezbollahve në Libanit. Edhe në Beirut u godit numri 2 i Hezbollahve, do të goditet prap Liban. Ardhja Ahmed el-Shara dhe kërkesa amerikanëve ndaj Ahmed el-Shara dhe Damasku zyrtar tashmë aleatit më të madh dhe aleatit të ri të amerikanëve, pa të cilin nuk do të nxirrej dot Irani edhe Rusia nga Siria dhe nga lindja e mesme, duhet miratimi patjetër i këtyre forcave. Çfarë do të thotë? Do të qetësojmë lindjen e mesme, do të stabilizojmë lindjen e mesme dhe do të shkojmë ke vizioni i Trumpit për Izraelin dhe për bashkëjetesën e Izraelit me popujt e tjerë. Bin Selmani, princi i kurorës i Arabisë Saudite, i tha nëse nuk ka plan për shtet të dytë palestinez, unë nuk ta jap dot as akordin Abraham, as nuk shkoj dot në një plan akoma më të komplikuar në lindjen e mesme për vendosjen e paqes atje. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që Trump e do patjetër mbylljen e lindjes mesme. Çfarë do Trumpi ta mbyll lindjen e mesme? Pa e mbyll dot lindjen e mesme Donald Trump? Jo, nuk e mbyll dot. Në qoftë nuk qetësohet fronti i Ukrainës. Pra, ky plan i cili duket dhe që po sulmohet nga elitat globaliste liberale dhe nga qarqet e majta, madje edhe të gjitha gazetat shqiptare, pra po e shkatërrojnë. Jo falimentimi, jo Trumpi idiot, jo budalla, jo i shitur, jo biznesmen, jo i korruptuar, jo ke dosjet e pështenë, sepse kështu është flet i gjithë kori. Unë nuk bëj avokatinë e Trumpit, të kuptohemi, as se ka nevojën t'ja bëj unë po bëj shpjegim racional për te agendave të këtyre sorosianëve të degeneruar, të cilët ju i njihni mirë. Donald Trump po synon ju t'i fal Ukrainën në Rusis, nuk ka për të ndodhë kjo miq. Nuk ka për të ndodhë sa t'jetë kjo lloj bote që kemi në dorë. Nuk ka shans. Trumpi po i jep Rusis mundësinë që të stabilizojë frontin e Ukrainës dhe europianët, edhe francezët, edhe britanikët, edhe gjermanët e kanë të qartë që kjo është një mbështetje e fshehur e amerikanëve, të cilët duket sikur po bëjnë një plan kapitullimi për Ukrainën, por në thelb çfarë po bëjnë? Po blejnë kohë për Europën e cila e di shumë mirë që nesër nuk ka fuqi ushtarake të përballet me Rusinë, nëse Rusia e bën. Dakord? Pra, si është ky moment? Nuk është kapitullim. Amerika po i jep frymarrje, po i jep oksigjen Europës. Keni parasysh që Europa nuk është gati. Nuk është gati në këtë moment për luftë. I ka depo të bosh. Do armatosen, po dunja 3-4 vjet të armatosen. Dunja 3-4 vjet fillojnë fabrikat punojnë, sepse tani s'ka as gaz, nuk kanë as naftë. Sa të vi gazi i Katarit nga Turqia, sa të vi gazi i Azerbajxhanit, i Turkmenistanit nga Azerbajxhani, pra, që kalon në rrugkalin i Zangezurit, që do të sjellë gazin e Turkmenistanit dhe gazin e Katarit që vjen nga Siria, tashmë që u largua Rusia me gjithë atë. Në qoftë se nuk i vjen energjia e Europës nga Turkmenistani, apo nga Katari, apo nga Amerika, nuk ka me ç'ti bëj Europa nuk bëhet me gështenja të pjekme, nuk bëhet lufta me Rusinë. Ndaj Amerika është duke i dhënë kohë. Kujt po jep kohë? Po jep kohë Europës që të përgatitet dhe pas 2-3 vitesh apo 4 vitesh, çfarë thot amerikanët? Është stabilizuar lindja e mesme. Paktën ky është vizioni. A do ja dalin apo jo? Kjo është diçka tjetër, pastaj është plan tjetër që lidhet me llogari tjera. Por ajo që unë shoh është plani i Donald Trump dhe i Amerikës
për t'i vënë ka pak lojës së lindjes mesme. Pse? Sepse Trump mendon, duke çarmatosur Hezbollah, duke nxjerrë linjën e Iranit nga loja, duke kontrolluar Sirin tashmë me Ahmed al-Shara, duke u marrë vesh me Erdoganin për të ndarë influencën në Siri, ndërmjet kujt? Ndërmjet Ankaras dhe Tel Avivit, turqit dhe izraelitët duhet të merren vesh dhe gjejnë akord për ndarjen e influencës së tyre brenda Sirisë. Me çfarë? Me miratim amerikan. Por prit se ka dhe lojtar tjetër brenda Sirisë. Kush është? Është Arabia Saudite, por është edhe Siria, bashkë me Turqinë, të cilat luajnë ndyshe edhe me Iranin, edhe me Rusin, edhe me Kinën. Pse luajnë këtë? Që në qoftë se amerikanët dhe izraelitët u dalin nga rruga, t'i thonë atyre, prit se ne kemi edhe karta rezervë, kemi kartën e Kinës, apo kemi kartën e rikthimit të prapë të Iranit, qoftë dhe pjesërisht. Ndaj Siria po luan me të gjitha kartat e mundshme, me të gjithë lojtarët e mundshme. Mbyllja, goditja e Hezbollahve, çarmatosja e Hamasit, për të cilën ka nisur bombardimi në këto momente që po flasim bashkë, në Liban dhe në Gaza, dhe plani për dërguar forca ndërkombëtare atje, për çarmatosur Hamasin dhe për të eliminuar dhe neutralizuar Huthët në Yemen, mbyllja e akordit me Arabinë Saudite dhe dhënia e Arabisë Saudite të treja pikat që i kërkoi, inteligjencë artificiale F-35 gjenerata 5, pra avion gjenerata 5, edhe pse zemëruan Izraelin, dhe energjia bërthamore civile. Pse kërkon akord Abrahami, paqe masive me Izraelin ndërmjet vendeve arabe, dhe janë ndarë rolet ndërmjet britanikëve, ndërmjet amerikanëve, ndërmjet turqëve, ndërmjet rusëve, ndërmjet Arabisë Saudite, Katarit dhe gjithë këtyre lojtarëve. Për të ndarë dhe për të filluar rindërtimin e lindjes mesme, për të filluar rivitalizimin e lindjes mesme. Kush është plani? Plani është që lindja e mesme të bëhet një Europë e dytë, ndërkohë që Europa tashmë ka kapitulluar. A do të shkojë deri në fund ky plan apo jo? Ky është plani i Trumpit.